Nëse persona mbi 50 vjeç ka në këto 3 shenja në këmbë, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme. Kur hiqni çorape në fund të një dite të gjatë, bëni një kontroll të vogël për të parë se çfarë po ndodh me këmbët tuaja. Këto janë gjërat në këmbët tuaja të cilat tregojnë shumë për shëndetin dhe nuk duhet t'i neglizhoni, pasi me kalimin e kohës mund të ndikojnë në drejt për së drejti edhe në çështjen tuaj shëndetësore. Sipas Healthline do të rëndisim në këtë video të gjitha shenjat të cilat këmbët tuaja janë duke shfaqur dhe kërkojnë gjithashtu një vëmendje të theksuar mjekësore, pasi në të kundërt çdo gjë mund të agravojë dhe të shkaktojë edhe probleme me shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gishtat e mpirë. A keni humbur ndonjëherë ndjesi në gishtat e këmbëve, ose i keni hequr ndonjëherë çizmet në një dimër me dëbor dhe keni vënë re se gishtat e këmbëve janë zbardhur? Kjo mund të jetë një shenjë e një problemi me qarkullimin e enëve të gjakut, citon Melissa Lockwood, antare e bordit të pediatrëve certifikuar nga Kolegji Amerikan i Mjekësisë Parandaluese. Për shembull, shumë pacientë femra vuajnë nga sindroma Raynaud. Sindroma Raynaud është një gjendje në të cilën pjesë të caktuara të trupit bëhen të ftohta ose mpihen kur ekspozohen ndaj temperaturave të ftohta. Nëse keni këto ose probleme të tjera të qarkullimit të gjakut, nuk ka nevojë për panik, citon Lockwood, dhe nuk është e dëmshme të konsultojeni me një mjek, por gjithashtu është e rëndësishme të merrni masa paraprakje si veshja e dorezave ose çorapeve të trasha kur prisni, sidomos në temperatura të ftohta. Është e rëndësishme të bëni këtë ndryshim, dhe nëse çështja juaj përsëritet, konsultoni me mjekun tuaj pasi mund të lidhet edhe me probleme shëndetësore. Mpirja në këmbë. Nëse keni ndjerë ndonjëherë një ndjesi shpimi gjilpërash në këmbë, mund të jetë shenjë e diabetit. Ndonjëherë, një pediatër është i pari që diagnostifikon diabetin, shpjegon Lockwood. Ajo që pacientët nuk kuptojnë sipas Lockwood është të thotë se mund të jenë simptoma të neuropatisë periferike dhe arsyeja më e zakonshme për këtë është diabeti. Thonjtë të brisht të cilët thyen lehtësisht. Megjithatë, thonjtë e këmbëve mund të tregojnë shumë për kushte shëndetësore. Sipas Lockwood, një pediatër mund të tregojë nëse një pacient ka një histori të helmimit nga plumbi ose mungesa e vitaminave vetëm duke parë thonjtë e tij. Për shembull, nëse jeni anemik, thonjtë tuaj do të jenë shumë më të brisht. Gjendja e thonjëve mund të tregojë gjithashtu çrregullime të sistemit të tiroides ose atij endokrin. Prandaj, nëse trupi shfaq këto shenja, konsultoni me një mjek për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme. Ndjesia e të ftohtë në këmbë është një nga reagimet normale të trupit ndaj temperaturave të ulta. Kur trupi futet në një zonë të ftohtë, enët e gjakut në këmbë dhe në duar shtrëngohen, duke paksuar qarkullimin e gjakut në këto zona. Këmbët dhe duart ndodhen shumë larg nga organet jetësore, ndaj një qarkullimi i pakët i gjakut drejt këtyre ruan ngrohtësinë dhe qarkullimin në zonat më të rëndësishme. Me kalimin e kohës, qarkullimi i mangët i gjakut shkakton mungesë të oksigjenit, gjë që shkakton mavjosit të gishtave. Zakonisht një simptom e tillë është e përkohshme dhe trupi nis dhe reagon sërish në çdo cep. Megjithatë, ka njerëz që kur ekspozohen në temperatura të ftohta ose tepër të larta ose përballen me shumë stres, vuajnë nga një qarkullim i kufizuar i gjakut. Kjo shkakton mpirje të gishtave të duarve dhe të këmbëve. Stresi dhe ankthi gjithashtu mund të jenë fajtorët. Stresi dhe ankthi mund të jenë fajtorë të këtij problemi. Një nga kundërpërgjigjet më natyrale të trupit ndaj stresit ose nervozizmit është të lëshojë më shumë adrenalin në gjak. Ajo shkakton enët periferike të gjakut të shtrëngohen. Një gjë e tillë e bën më të vështirë furnizimin me gjak në zonat ekstreme. Probleme me qarkullimin. Qarkullimi jo i rregullt i gjakut shkakton ftohje të përmirësuara të këmbëve dhe duarve. Qarkullimi problematik vjen si pasojë e një jete sedentare ose qëndrimi i ulur për shumë kohë. Duampirja gjithashtu shkakton vështirësi për gjakun që të arrijë në çdo zonë të trupit. Kjo është një arsye pse njerëzit që pinë duan ankohen se kanë ftohtë nga këmbët dhe duart. Anemia. Në disa raste anemia manifestohet edhe me ftohje në këmbë. Kjo sëmundje shfaqet nga mungesa e sasive të duhura të rruazave të kuqe të gjakut, kur mungon hekuri, vitamina B12, folati ose ka probleme me veshkat. Diabeti.
Njerëzit që vuajnë nga diabeti janë të rrezikuar nga problemet e qarkullimit të gjakut dhe ankojnë shpesh për këmbët ose për duart e ftohta. Mungesa e sheqerit në gjak shkakton ftohje të këmbëve. Gjithashtu, ftohja e këmbëve dhe duarve mund të shkaktohet edhe nga çrregullime nervore ose edhe tiroidja, mungesa e hormoneve që ndikon gjithashtu edhe në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Sindroma e këmbëve të shqetësuara shkaktohet njëherësh edhe nga shqetësime në këmbë dhe ndonjëherë edhe pjesë të tjera të trupit. Nuk mund të lehtësohet plotësisht nëse nuk shkaktohet nga sëmundje të tjera, por simptomat edhe mund të zbuten. Këmbët e shqetësuara që parandalojnë gjumin e qetë mund të jenë rezultati i sindromës së këmbëve të shqetësuara. Në këtë video do të tregojmë se çfarë është sindroma e këmbëve të shqetësuara, cilat janë simptomat si dhe të diagnostifikoni atë edhe të mbani nën kontroll problematikën tuaj. Sindroma e këmbëve të shqetësuara ose shkurt RLS është një gjendje që shkakton një dëshirë të pakontrollueshme për të lëvizur këmbët për shkak të një ndjesie të pakëndshme si ndjesia e shpimit me gjelbëra, shtrëngim ose pulsim. Sikletët zakonisht ndodhin në mbrëmje ose gjatë natës edhe kur një person është ulur ose shtrirë. Lëvizja lehtëson përkohësisht shqetësimin, por ajo rishfaqet kur lëvizja ndalon ose kur personi shtrihet. Njerëzit me këtë lloj sindrome ndjejnë një nevojë të fortë për të lëvizur që nuk mund ta injorojnë, e cila shoqërohet gjithashtu edhe me ndjenja të pakëndshme të këmbëve. Ndjesitë në këmbë shpesh janë të vështira për t'u përcaktuar, por ato mund të përshkruhen si pulsime të dhimbshme, shtrëngime, djegje dhe një ndjesi sikur diçka po zvarritet dhe perpelitet nën lëkurë. Këto ndjenja më radh prekin krahët sesa këmbët, madje më radh gjoksin ose kokën. Megjithatë, simptomat mund të shfaqen vetëm në një anë të trupit. Ato më së shpeshti prekin të dyja anët. Ato gjithashtu mund të alternohen nga ana dhe të ndryshojnë me intensitet, nga të pakëndshme në irrituese dhe të dhimbshme. Për shkak se lëvizja e këmbëve lehtëson shqetësimin, njerëzit me sindromën e këmbëve të shqetësuara shpesh i mbajnë këmbët në lëvizje për të zvogëluar ose parandaluar ndjesitë. Simptomat lehtësuese duke ecur mund të jenë gjithashtu një ndikim i drejtë për së drejti, i cili kërkon një vëmendje të theksuar mjekësore. Ulëntimet tregojnë se nivelet të ulta të hekurit në trup janë gjithashtu një shkak i mundshëm i kësaj sindrome. Ata sugjerojnë gjithashtu se sindroma shoqërohet me mosfunksion të pjesëve të trupit që kontrollojnë lëvizje. Njerëzit me sëmundjen e Parkinsonit, një çrregullim tjetër i rrugëve të dopaminës, kanë gjithashtu një shans në rritje për zhvillimin e sindromeve të këmbëve të shqetësuara. Provat sugjerojnë gjithashtu se sindroma e këmbëve të shqetësuara shoqërohet gjithmonë me sëmundje kronike të veshkave në fazën përfundimtare ose hemodializa, disa ilaçe që mund të përkeqësojnë simptomat, gjithashtu konsumi i tepërt i alkoolit dhe substancave të tjera të forta gjatë shtatzanisë ose edhe probleme të dëmeve nervore. Prandaj në çdo aspekt këshillohuni dhe konsultoni me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme që ndikon drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Mpirja e duarve dhe e këmbëve është një sinjal i cili nuk duhet të neglizhohet, por duhet të adresohet me do e mos tek mjeku juaj përkatës. Shpesh ndjejmë mpirje ose ndjesi shpimi me gjilpëra në duar dhe në këmbë kur marrim një qëndrim të pakëndshëm. Ky është një fenomen sepse rrjedhja normale e gjakut është pjesërisht e penguar, por shkaqet përcaktojnë atë se mund të jetë ndryshme dhe ndonjëherë fshehin çrregullimet më serioze. Në fakt, nëse shpimi me gjilpëra dhe mpirja e ekstremiteteve ndodh shpesh dhe nuk lidhet me një qëndrim të pakëndshëm, mund të ketë disa arsye. Një nga shkaqet më të zakonshme është osteokondroza dhe shkakton ndjesi shpimi me gjelbëra në gjymtyrët e sipërm dhe në duar. Për shkak të kompresimit të pluskuesve nervor që shkaqet mund të jenë edhe prania e hernies ose proceseve të tjera të shëndetit. Ndjesia e shpimit me gjelbër mund të jetë gjithashtu e lidhur dhe me sklerozën e shumëfisht, një sëmundje neurodegenerative që shkakton shkatrim dhe humbje të substancave mjelin në sistemin nervor qendror. Nëse përjetoni shpesh këto simptoma, adresojeni ato tek mjeku, pasi neglizhenca mund t'ju kushtojë shtrenjtë për shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.